Jeta e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, nuk kishte thjesht një mision profetik i kufizuar në përcjelljen e mesazhit hynar, por një dëshmi e gjallë e përkushtimit, e dashurisë dhe nënshtrimit të plotë ndaj Allahut të Madhëruar. Çdo veprim, çdo fjalë dhe çdo qëndrim i tij pasqyronte një lidhje të pandërprer me Krijuesin. Pikërisht, kjo marrëdhënie e veçantë e bëri profetin shembullin më të lartë të përsosmërisë njerëzore dhe modelin më të denjë për të ndjekur. Dimensioni shpirtëror i personalitetit të profetit Muhammed zë një vend të rëndësishëm në studimin e jetës së tij. Ai e ndërtoi ekzistencën e tij mbi besimin, mbi përulësinë, mbi përkushtimin e sinqertë ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe adhurimin me devotshmëri ndaj tij. Edhe pse mbante mbi supe përgjegjësinë e udhëheqjes së një shoqërie të tërë, ai nuk u shkëput asnjëherë nga adhurimi dhe nga lidhja e tij e vazhdueshme me Zotin e gjithësisë. Marrëdhënia e profetit Muhammed me Allahun nuk mund të përkufizohet vetëm si një marrëdhënie adhurimi, por ajo ishte një lidhje e mbështetur në njohjen e thellë të madhështisë hynore, e mbështetur në besimin e palëkundur dhe e mbështetur në bindjen absolute ndaj urdhrave të Zotit të gjithësisë. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, marrëdhënia që profeti kishte me Allahun e Madhëruar mbetet një model i përhershëm për çdo besimtar që synon ta ndërtojë jetën e tij mbi themelet e besimit, mbi themelet e sinqeritetit dhe mbi themelet e devotshmërisë.